Në katin e tetë të asaj ndërtese prej qelçi, kishin mbetur ndezur vetëm 2 dritat e zyrës së madhe. Ermali po ecën nëpër korridorin bosh, ku hapat i bënin një hon sikur po ecte brenda një kishe. Trokiti 2 herë dhe hapi derën. Pas tavolinës shefit, në fakt nuk ishte shefi, ishte gruaja e tij. Ishte ulur aty në karrikën e burrit, me këmbët mbi tavolinë, këpucët e hequra, dhe në tryezën ishin thjesht 2 gota dhe njëra prej tyre ishte e mbushur. Brenda këtyre 40 minutave, Ermali do t'i ofrojë gjithçka çfarë kishte ndërruar që kur kishte dalë nga fshati. Dhe brenda 2 javësh do të humbiste çdo gjë çfarë kishte ndërruar. Por në fakt duhet dini që asnjëra prej këtyre 2 javëve nuk është pjesa më e ftohtë apo më e tmerrshme e kësaj historie. Përpara se të filloja t'ju tregoja ngjarjen, do ju lutesha që të bëni subscribe në kanalin ton. Kjo gjë do na ndihmonte të vazhdonim më tej për të krijuar histori të ndryshme si kjo e sotmja. Ermali ishte 26 vjeç dhe punonte për 8 muajsh në zyrën e furnizimeve të një kompanie ndërtimi këtu në Tiranë. Kishte ardhur nga një qytet i vogël në veri, ku jati i kishte vdekur kur ai kishte qenë i vogël mosh. Dhe ëma kishte mbajtur një biznes familjar, një dyqan të vogël. Kishte një motër që sapo kishte nisur universitetin dhe një qira që e hante gjysmën e rrogës të tij. Ishte nga ato djem që vijnë të parët në zyrë dhe nuk e kërkojnë kurrë mikun e duhur, sepse mendojnë se puna atyre flet vet. Në 8 muaj kishte gjetur 2 gabime në kontratë që kompanisë i kishin kursyer goxha para nga rroga e tij e një viti. Askush nuk e kishte falenderuar, por dikush i kishte vënë re diçka. Shefi i kompanisë quhej Bujar, pa ja përmendur mbiemrin. Ai ishte një burr i qetë tek të 50-tat dhe vishi gjithmonë me kostume të errta dhe kishte atë lloj heshtje që i bën njerëzit të flasin më shumë se ç'duhet. Kur kalonte nëpër zyra, ai nuk fliste. Kur priste në ascensor, ai nuk e ngrinte asnjëherë kokën dhe kur buzëqeshja i mbaronte para se të arrinte tek syt. Gruaja e tij quhej Alma. Ajo nuk është se kishte ndonjë titull apo pozicion në kompani, nuk kishte zyrë, nuk kishte madje asnjë kartë hyrje. Por kur ajo kalonte nëpër korridor, njerëzit drejtonin shpinën pa e kuptuar pse. Ftesa në fakt erdhi një të njëjtën pasdite me një mesazh të shkurtër nga sekretarja. Takim me drejtuesin. Ora 8, kati i 8. Ermali lexoi 3 herë. Ndroi këmishën në banjën e katit 2, priti 2 orë në një kafe përballë duke përsëritur në kokë numrat e raportit që kishte përgatitur, sepse ishte i bindur se do ta pyesnin për raportin. Por në fakt nuk e pyetën për raportin. Alma i tregoi karrikën përballë dhe i tha se burri i saj ishte jashtë vendit. Foli për të si për një njeri që nuk merrte më vendime prej vitesh. Pastaj tha se kishte ndjekur rrugën dhe punën e tij. Përmendi të dyja gabimet që i kishte gjetur. Përmendi edhe emrin e motrës së tij dhe universitetin ku ai studionte. Dhe kjo ishte gjëja e parë të natë që Ermalit i ftohu qafën. Oferta ishte e thjeshtë. Drejtues i sektorit të prokurimeve, rrogë 3 herë më e madhe, makinë e kompanisë, një udhtim pune në Vjen brenda muajit. Ai nisi ta falenderonte, nisi të thoshte se do punonte 2 fish, dhe pikërisht atëherë ajo u ngrit, i mbushi gotën e dytë dhe i tha, pa e ngritur zërin, se disa dyer mbyllen vetëm një herë në jetë, dhe se ato që i lënë të mbyllura nuk e marrin vesh kurrë se çfarë kishte pasur pas tyre. Nuk kërkoi asnjë fjalë, nuk pati asnjë fjali që mund të shkruhej në ndonjë ankesë të mbahej si provë të përsëritej para dëshmitarëve. Vetëm një dorë që qëndroi mbi dorën e tij 3 sekonda, më gjatë se ç'duhej, dhe një derë zyre që ishte tashmë e mbyllur. Ermali qëndroi pa lëvizur. Pastaj tha fjalët që do i kushtonin 2 vitet e ardhshme të jetës. I tha se ishte i nderuar për ofertën, por se ai donte të merrte atë punë vetëm nëse meritonte për punën. Falenderoi, u ngrit dhe doli. E mbajti mend gjithë jetën tingullin e asaj dere kur u mbyll pas tij. Nuk pati bërtitje, nuk pati kërcënim, vetëm heshtje. Dhe njerëzit që kanë jetuar mjaftueshëm e dinë se heshtja e disa njerëzve është më e rrezikshme se çdo britën. Të hënën mëngjes gjithçka dukej normale, të martën gjithashtu. Ermali nisi të mendonte se e kishte tepruar me imagjinatën
dhe se ajo mbrëmi ishte thjesht një bisedë e keq kuptuar mes një gruaje të mërzitur dhe një djali provincial që nuk dinte si të sillej. Ndryshimi i parë erdhi të mërkurën. Karta e tij nuk e hapi më derën e sallës së mbledhjeve. Sekretari e tha se ishte një gabim i sistemit dhe se do rregullohej. Nuk u rregulloi kurrë. Të premtën e zhvendosen nga zyra me dritare në një tavolinë pranë magazinës, poshtë, ku ajri kishte erë kartoni dhe ku telefoni binte gjatë gjithë kohës. Javën tjetër filluan letrat, një dosje me 3 fatura që mungonin dhe emri i tij si personin që kishte firmosur. Ermali e dinte se nuk i kishte firmosur kurrë, sepse ai mbante kopjet e veta të skanuara në një dosje personale. Kur shkoi ta merr atë dosje, kompjuteri i tij kishte ndëruar përdorues. Kolegët e ndjen erën para se ta merrnin vesh arsyen. Njerëzit në zyra e kanë atë instinktin e vjetër të kafshëve në kope dhe e din kur dikush është shënuar dhe largohen prej tij që të mos ngelet shenja apo të mos i ngjitet atyre. Tavolina në mend u zbraz. Përshëndetjet u shkurtuan, një koleg që deri një javë më parë i kërkonte këshilla, filloi të kalonte pranë tij thjesht duke parë telefonin. Në ditën e 13, burimet njerëzore e thirrën për një bisedë sqaruese. Gruaja përballë tij hapi një fletore dhe e pyeti nëse kishte pasur ndonjë sjellje të papërshtatshme ndaj dikujt në kompani. Ermali kuptoi atëherë që nuk po e pushonin, po e ndërtonin. Atë natë nuk fjeti. Ëmë e morin telefon, ai tha se gjithçka ishte mirë. Motra i shkroi se i duheshin para për librat dhe ai dërgoi gjysmën e asaj që kishte mbetur. Dhe në agim ulur buz krevatit me këpucët ende në këmbë, mori vendimin që i duke i vetmi vendim i ndershëm që kishte mbetur. Do shkonte drejt tek shefi. Do i tregonte gjithçka, sepse sipas tij, në mendjen e tij, bujari ishte një burr i drejtë që thjesht nuk e dinte se çfarë po ndodhte në ndërtesën e vet. Po në fakt nuk e dinte që ai burr e kishte ditur gjithë historinë. Takimi një dhën pas 10 ditësh. Kur hyri, bujari po nënshkruante dokumente. Nuk ngriti kokën derisa Ermali mbaroi të foluri. Ermali foli për 10 minuta, ngadalë, pa akuza, pa emocione të tepruara, ashtu siç e kishte provuar 10 herë para pasqyrës. Kur mbaroi, shefi mbylli stilolapsin, e vuri mbi tavolinë dhe i tha vetëm një fjali të vetme. E di. Ermali pritet të vjonte fjalia, po në fakt fjalia nuk vijoi dhe ai nuk po thonte asgjë tjetër. E pyeti nëse kishte marrë vesh më parë. Bujari i tha se ai kishte ditur që natën e parë, sepse çdo hyrje atë natë në përkate regjistrohej, dhe sepse gruaja e tij nuk e kishte fshehur kurrë. Dhe pastaj i tregoi pjesën që Ermali nuk e kishte imagjinuar kurrë. Kompania nuk ishte e bujarit, ishte babai të Almës, një burr që kishte vdekur pa lënë ndjem dhe që i kishte lënë vajzës gjithçka, me kusht që emri i familjes të mbetej mbi derë. Bujari nuk ishte pronar, ishte thjesht fytyrë e pronarit. Kishte nënshkrimin, kostumin dhe karrigën, por në fakt jo çelësat. Dhe kishte edhe diçka tjetër në këtë mes. 20 vjet më parë, bujari kishte qenë një djalë 20 e ca vjeç nga një qytet i vogël me një motër në universitet dhe me një nën që shiste pëlhura. Kishte punuar mirë, dikush e kishte vënë re. Një mbrëmje e kishin thirrur në katin e 8, ku e kishte pritur një grua e vetme me 2 gota në truez. Ai nuk kishte dalë nga ajo zyrë. Ermali qëndroi pa lëvizur, ndërsa e kuptonte ngadalë se çfarë po i thuhej. Ai takim nuk ishte qenë njohje, jo. Në fakt kishte qenë një provim. Dhe provimi nuk kërkonte thjesht njerëz të ndershëm, por në fakt kërkonte njerëz që mund të bliheshin. Njerëz që këto të ashtu quajtur bosa kërkonin t'i kontrollonin gjithçka dhe t'i kishin nën kontroll. Dhe bujari po i thoshte që këto njerëz duan të blejnë çdo kënd. Persone të cilët nuk do kenë mundësi që të ngrejnë kokën. Dhe një person i ndershëm e ka gjithmonë kokën lart dhe atij nuk i ulët kurrë. Ermali po i thonte që pse ai nuk e ndalonte këtë gjë? Pse nuk e mbronte Ermalin apo njerëz si puna e tij? Ndërsa shefi qëndroi gjatë pa folur, pastaj tregoi me sy dritaren e madhe. Qytetin poshtë, makinën me shofer që e priste çdo mbrëmje në trotuar dhe se disa burgje e kanë pamjen ndoshta më të bukur se sa zyra e shefit, sepse vetë bujari ndihej aty si në burg. Bujari këshilloi Ermalin që të largohej sa ishte ende në kohë, sepse madje as në gjykat nuk do mund provonte asgjë, sepse në fakt
Avokatët e kësaj familje ishin paguar për 20 e sa vite pikërisht bënin dhe të mbulonin këto pislliqe që bëhej në kompani dhe pikërisht nga kjo familje. Ermali dha dorëheqjen 3 ditë më vonë. Nuk mori asnjë rekomandim dhe për 6 muaj punoi si magazinier natën dhe hante thjesht një herë në ditë nga vështirësitë ekonomike. Por në fund, motra e mbaroi universitetin, por fatkeqësisht nëna e tij vdiq 2 vite më pas, duke besuar se i biri kishte hequr dorë nga një punë e mirë, sepse thjesht ishte kokfort. Shumë shpejt kaluan 6 vite. Ermali hapi një zyrë të vogël konsulence, me 2 karrige dhe një printer me qira. Pastaj ai mori 4 punonjës dhe pastaj 11. Nuk u bë shumë i pasur, por çdo mëngjes zgjohej pa të peshën në gjoks që kishte njohur për 2 javë tjetës së tij dhe që i kishte mjaftuar për një jetë tërë. Dhe një mbrëmje vjeshte, kjo është gjëja më interesante e kësaj historie, që një mbrëmje vjeshte, teksa priste dikë përballë asaj ndërtese prej qelçi, ngriti syt e pa menduar se në katin e 8 ishte ndezur vetëm një dritë. Pra vetëm tek një dritare duke një dritë. Qëndroi aty, ndezi një cigare që teknikisht nuk e piu, thjesht po priste. Pas 6 minutash nga dera e madhe doli një djalë i ri, me këmish të bardhë, i mbërthyer keq, që eci deri tek qoshja dhe u mbështet tek muri sikur i mungonte ajri. Ermali e njohu atë qëndrim, sepse ishte pikërisht ai qëndrim që ai dikur e kishte pasur vet. Kaloi rrugën dhe i zgjati kartvizitën dhe i tha këtij djali vetëm një fjali: nëse nesër nuk të hap më karta e hyrjes, atëherë telefono këtë numër. Dhe thjesht u largua pa pritur përgjigje.